dhe bashkëpunimin ndërsjellë me sipërmarrjes dhe administratës tatimore dhe duke lehtësuar marrëdhënien mes tyre e duke lehtësuar edhe kostot administrative të sipërmarrjeve. Prandaj i ftoj të gjitha sipërmarrjet të lexojnë me kujdes paketën tonë fiskale dhe t'i referohen faljes detyrime tatimore që do të bëhet në 4 forma. Fshirje plotë e detyrimet papaguara më të vjetra se 10 vite, fshirje 50% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet menjëherë, me fshirje totale të gjobave dhe të interesave, fshirje 25% e detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda vitit, gjithashtu me fshirje të gjobave dhe interesave, dhe fshirje i gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi dhe kontributi i asaj periudhe. Kështu, bizneset jo vetëm do të kenë mundësi të lehtësohen nga kjo barë e vjetër, por do të kenë mundësi të korrigjojnë deklarimet dhe pasqyrat e mëparshme financiare. Për diferencën e korrigjuar vullnetarisht mes deklarimit vjetër dhe atij të riu, tatimi i fitimit do të jetë vetëm 5%. Sipërmarrja mund të angazhohet të rrisë me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar dhe çdo fitim mbi këtë nivel do të tatohet me vetëm 5%. Kjo është një marrëveshje e re, një marrëveshje kuptim plot dhe një marrëveshje transparente në funksion të fuqizimit të ekonomisë dhe pa diskutim edhe në funksion të lehtësimit të kompanive e të rritjes së mëtejshme të ekonomisë. Më tutje, dua të them se në ndërkohë buxheti bën edhe një rritje tjetër, domethënëse të pagave, pasi rritja e pagës minimale nuk është vetëm një rritje e pagës minimale në vetvete, por është edhe një shtytje nga poshtë lart për të rritur pagat më sipër. Dhe faktikisht duhet kujtuar se e filluam me përjashtim nga tatimi mbi pagën i atyre që kishin pagë minimale 300 euro. E vazhduam më pas me ata që pagën minimale e morën 400 euro dhe sot do ta vazhdojmë me ata që pagën e kanë 500 euro, që përbëjnë rreth 35% të tatim të punësuarve. Paga minimale në Shqipëri, kur ne morëm detyrën, ishte vetëm 157 euro. Ajo sot shkon në 500 euro dhe në ndërkohë duhet ta mbajmë mirë parasysh se pesha e të punësuarve me pagë minimale në tregun e punës ka rënë nga 60% në 14%, gjë që tregon një rritje të vazhdueshme drejt pagave më të larta. Ne kemi dyfishuar pagën mesatare në sektorin privat, e cila sot është shumë më e lartë se ç'ishte dhe e kemi çuar pagën mesatare në sektorin publik në 1.000 euro, ndërkohë që paga mesatare e përgjithshme është 840 euro. Për herë të parë do të fusim edhe indeksimin periodik të pagës çdo 2 vjet për administratën publike, në mënyrë që të vazhdojmë të fuqizojmë familjet dhe të mbështesim rritjen e standardeve të jetesës. Gjithashtu kemi parashikuar përsëri për herë të parë dhe rritje diferencuara pagash për të mbështetur më shumë punonjësit me paga më të ulta dhe për të siguruar një shpërndarje më të drejtë të kompensimit të gjithë administratës. Kështu
si më poshtë 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, aktivist, arkivist, magazinier, protokollist, do të përfitojnë nga rritja e pagës minimale me 10.000 lekë të reja në muaj. Specialistët e administratës publike do të përfitojnë 5.000 lekë të reja në muaj. Mësuesit do të përfitojnë 3.000 lekë të reja në muaj dhe në shëndetësi për herë të parë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, gjë që pagën e mjekut përgjithshëm për shembull do ta çojë nga 131.700 lekë në 143.500 lekë, ndërsa pagën e infermierëve do ta çojë nga 87.000 lekë në 92.500 lekë. Të njëjtën gjë, përveç indeksimit me rritjen për vjetërsinë në punë do të bëjmë dhe për punonjësit e policisë shtetit, që për gradat më të ulta do të kenë një rritje mesatare prej 5.000 lekësh të reja në muaj, dhe pastaj, sipas vjetërsisë në punë, për inspektorët nga 18.500, paga do të shkojë në 84.500, ndërsa shtesa do të shkojë në 100.000 lekë. Nën komisarët 95.500 do të shkojë në 100.000 lekë, me shtesa do të shkojnë në 116.000 lekë. Komisarët sot janë 105.000 dhe në total do të shkojnë në 125.000, drejtuesit e thjesht sot janë 130.000, do të shkojnë në 156.540 lekë të reja pagën. Kostoja totale e këtyre masave, për sa i përket administratës, është 100 milion euro. Dhe më tutje dua të theksoj edhe diçka tjetër, sepse flitet për taksa e flitet për barë fiskale. E thash për sa i përket biznesit vogël. Por dua të shtoj dhe se tek biznesi i madh krejt ndryshe nga çfarë thuhet dhe propagandohet, ne jemi vendi që ata që fitojnë më shumë i takson më shumë. Të gjithë vendet e tjera të rajonit, bizneset e madh e taksojnë më pak se sa Shqipëria. Ndërkohë që pikërisht pse nga njëra anë taksojnë më shumë ata që fitojnë më shumë, nga ana tjetër taksojnë më pak se të gjitha vendet e rajonit ata që fitojnë më pak. Pra, biznesin e vogël. Nga ana tjetër, dua të them diçka që është shumë e rëndësishme, sepse ka pasur shumë lloj fjalësh në eterin e rrjeteve sociale edhe në tribunat e propagandës kundër gjithë këtyre masave. Është thënë që po do të rriten pensionet, do të rriten pagat, po do të rriten edhe kontributet. E vërteta është që normat e kontributive që aplikon Shqipëria janë më të ulta se sa vendet e rajonit, por ne nuk do të bëjmë asnjë rritje të kontributeve në këtë fazë. Kështu që të gjithë duhet ta dinë se gjithçka që do të rrisim në buxhetin familjar për pensionistët, për punonjësit e administratës, dhe gjithçka do të rritet në buxhetin familjar dhe të punonjësve në sektorin publik si rezultat i rritjes pagës minimale, është vetëm rezultat i rritjes së ekonomisë. Nuk